Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë Severiut, Histria Mickoski, pezullon procedurën për shkarkimin e prokurorit Lupço Koçevski. Histria Mickoski tha se Lupço Koçevski dhe ekipi i tij për momentin dëshmuan se janë anën e drejtësisë dhe do t'u jepet mundësia ta çojnë hetimin deri në fund. Kreu i qeverisë tha se organi akuzës do të testohet nëse ka ambicie për të hapur edhe hetime të tjera ose jo. Vlerësojmë se prokurorët që janë duke punuar në rastin e Koçanit duhet të punojnë dhe t'u japim mundësinë që të punojnë. Kur tharë se jemi të kënaqur, parë se ka një bashkëpunim të mirë mes prokurorisë dhe policisë, bashkëpunim i cili rezultoi me 34 të dyshuar që ndërlidhen me këtë rast, tha Histria Mickoski, kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut. Ministri i Transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolovski, njoftoi marrjen e licencës së 479 kompanive në fushën e planifikimit urbanistik dhe ndërtimit. Ai tha se të gjitha gjetjet do të procedojnë te organet e tjera të cilat mëtej do të hetojnë punën e këtyre kompanive. Shkelet e mëdha sipas Nikolovskit janë për numrin e nevojshëm të pusuarve, kurse në pjesën e cilësisë së ndërtimeve dhe realizimit në kohë do të konstatohen. Nikolovski paralajmëroi dhe ndryshime ligjore për inspektime të rregullta. Kjo listë do të dorëzohet tek institucionet e dhura për veprim të mëtejshëm dhe gjithashtu duhet të njoftoj se do të bëjmë ndryshime ligjore me të cilat këto kontrolle do të bëhen të detyrueshme çdo 6 muaj dhe jo mbi baza vullnetare si deri më sot, tha Aleksandar Nikolovski, ministri i Transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në përvjetorin e 26 të masakrës në Tërnje të Therandës, kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti bëri omazhe pranvareve të të rënëve të vrarë mizorisht nga forcat e armatosura serbe. Gjaku i dëshmorëve është në themelet e Republikës, u shpreh kryeministri Albin Kurti gjatë omazheve. Ai theksoi se ka mbetur një pjesë më e vogël e punës, por rëndësishme është që ta forcojmë shtetin, ta forcojmë shtëpinë e popullit, që brezave të ardhshëm kurrë mos t'u bie që të vuajnë, të kenë dhimbje apo humbje, çfarëdo që kaluam ne, deklaroi Albin Kurti. Kryeministri theksoi se 26 vjet më parë në pranverën e vitit 99 u vranë martirët dhe dëshmorët e kombit, që na kujton se sa i madh është çmimi i lirisë. Ambasada amerikane në Kosovë paralajmëron se kontrolli i vizave nuk ndalon pas lëshimit të tyre. Ajo tha se SBA-i kontrollon vazhdimisht dhe paralajmëroi për revokim të vizave për ata që nuk i zbatojnë ligjet dhe rregullat e migracionit të Shteteve të Bashkuara. Kontrolli i vizave në SBA nuk ndalet pas lëshimit të vizës, ne i kontrollojmë vazhdimisht mbajtësit e vizave për të siguruar që ata zbatojnë të gjitha ligjet dhe rregullat e migracionit dhe ne do t'u revokojmë vizat dhe do t'i dëbojmë nëse nuk e bëjnë këtë, shkruan ambasada amerikane. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë u premtoni ushtarakëve 15 deri në 25 pagash për blim në rast ndërprerje të punës pas miratimit projekt ligjit të hedhur në konsultim publik për statusin e ushtarakëve. Në një bisedë me grupet e interesit, vetëm pak ditë nga hapja zyrtarisht e fushatës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Piro Vengo tha se kur vjen puna tek rritja e kapaciteteve për modernizimin e forcave dhe industria ushtarake, të gjitha këto kapacitete nuk mund të realizohen me sukses nëse nuk investojmë te kapitali njerëzor. Të krijojmë instrumenta për të bërë forcën e armatosur më tërheqëse për të rinjt, pra të punojmë se si të përmirësojmë atë ndihmesën qoftë financiare që do të vazhdojë, qoftë të ecurisë dhe formimit profesional në karrierë, mbështetjen gjatë ushtrimit të detyrës dhe mbështetjen financiare dhe sociale për familjarët e ushtarakëve në lirim, pra pas përfundimit të karrierës. Krahas asaj, ministri premtoi se do t'i bëjnë forcat e armatosura më të rejse për të rinjt, ndërsa u angazhua që pagat për 4 vite ardhshme do të jenë sipas standardeve të NATO-s. Do doja mendimet tuaja për sa i përket përmirësimeve që mund të bëjmë për të bërë më tërheqës, pra incentivat që duhet japim statusit të ushtarak, në mënyrë që forca të bëhet më tërheqëse për rinin shqiptare. Një shembull po ju jap, para 10 vitesh në krahasim me sot kemi 5 fish më shumë rekrutime se para 10 vitesh. Në Akademinë e Forcave të Armatosura kemi 1100 aplikime për 100 të rekrutuar. Bota. Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin falenderoi homologun e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, për ndërmjetësimin në shkëmbimin e të burgosurve me Ukrainën. Nga Kremlini thuhet se ata diskutuan për bisedimet ruso-amerikane për Ukrainën. Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe mbështeti përpjekjet e ndërmarra nga Rusia dhe SBA dhe veçanërisht mirëpriti konsultimet midis grupeve të ekspertëve në Riyadh, thuhet në raport. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.